Qytetarët e Porrenjasit kanë dalë në protestë kundër shkrirjes së tyre me Bashkinë e Librashtit. Ata kërkojnë reflektim nga majoranca socialiste e propozuese e projektit që i bashkon me Librashtin, pasi sipas tyre mund të sjellë pasoja të papyeshme si reduktimin e shërbimeve dhe largimin e vendimmarrjes lokale. Njëra që ka Porrenjasi, si ka Librashti. Protestës së banorëve ju bashkua dhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit Tomo Realizoti, i cili në një intervistë për Fox News thotë se Partia Socialiste ka qëllim të shpopullojë vendin dhe ju të ofrojë shërbim qytetarëve ku ndodhen. Rreth parë i gjithë vendimi është politik. Çdo proces që ndodh në shoqëri është politik dhe kjo është një lëvizje politike elektorale e majorancës pikërisht e Ramës. Se fakti që një pjesë e madhe e bashkive që do shkrihen, kryetarët aktual i kanë dalë kundra, tregon që është kundër interesave të njerëzve të banorëve që jetojnë. Në moment që një vendi si Porrenjasi, apo si Belçi, apo si vendet si Poliçani i heq bashkinë, asaj heq të gjithë administrimin. Pastaj ka dhe një element që është shumë arrogant. Nuk mund të bësh gjithçka çfarë të duash ti në këtë vend pa pyetur njerëzit, pa bërë një referendum për njerëzit, sepse bashkia i shërben njerëzit. Pra, dhe ky reagim i madh që ka ndodhur në të gjithë Shqipërinë, në ato vende që shkrihen, tregon që njerëzit nuk janë dakord. Lëre Porrenjasin ta vendosin qytetarët e Porrenjasit. Kjo ndërhyrje, kjo lloj arrogance është vazhd e një njeriu, e një sistemi i cili bën gjithçka për pushtetin e tij. Shqipëria ka një shpopullim të madh nga arsyeja e keqeverisjes, e varfërisë, e korrupsionit, e krimit dhe për këtë përgjegjës është qeveria. Dhe nuk është arsye që të shkrish bashkinë e Porrenjasit dhe bashki të tjera se është shpopullimi. Atëherë nëse ti pranon që Shqipëria është shpopulluar, pse rrimën kryet Shqipërisë? Çfarë kërkon të drejtosh më në Shqipëri? Për gazetarin Shkëlzen Henkoja, Alizoti tha se Partia Demokratike bëri një propozim shumë të mirë për reformën e re administrative o territoriale, ku synimi ishte ruajtja e shërbimeve pranë qytetarëve. Pse ndodh kjo? Ndodh për një efekt elektoral. Ndodh për centralizimin e pushtetit. Pra, çdo lloj lëvizje që bën Rama është elektorale. Pra, është edhe reforma aktuale territoriale ka shkuar në favor të PS-s. Edhe kodi elektoral është në favor të PS-s. Pra, çfarë i shërben Ramës, ai nuk pyet njeriu dhe këtë ndalon vetëm revolta popullore. Njerëzit duhet të reagojnë më shumë. Dhe ky është totalisht problem politik, se këtë po e bën PS-ja, nuk po e bën PD-ja. PD-ja propozon më shumë bashki. Më shumë bashki është më shumë buxhet dhe më shumë shërbim ndaj njerëzve. Është më logjikshme. Ka Vjena, ka Austria, ka Gjermania, shumë komuna, shumë bashki, që njerëzit kenë afeksion. Pra qytetari i Porrenjasit, nëse e ka bashkinë brenda në Porrenjas, tani do ta ketë më larg akoma. Dhe buxheti do jetë më reduktuar. Do kthehet në një njësi të vogël administrative. Banorët e Bashkisë Porrenjas janë shprehur se do të vazhdojnë kundërshtimin e propozimit të Partisë Socialiste me një peticion.